Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Nderuar vëllezër, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me lenin Allah Azza wa Jall në gjëratat tona, takimet tona të përjashme, ditën e diel ose të dielave me serin që kemi fillu para Ramazanit, shpjegimin e haditheve të Imam Nawawiut, respektivisht 40 hadithe të Imam Nawawiut, cilat i ka përmbledhur në librin e tij të njohur, dhe cilat hadithe janë të rëndësishme të nderuar besimtar. Jemi në hadithin e 7, është kjo ligjërata e tretë në këtë hadith, respektivisht është ligjërata e 20 e kësaj serie. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, dinu dhe nasiha, feja është këshill. E kam pyet shokët e tij, limen ya Rasulullah, këshill për kënd? Ka thonë, lillahi wa li kitabihi, për Allahun, për librin e tij, wa li rasulihi, për të dërguarin e tij, wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dhe për udhëheqësit e muslimanëve dhe për mbarë besimtarët. Kemi folë ligjëratën e parë për rëndësinë e këshillës, kuptimin e këshillës, rëndësinë e saj, pastaj dhe kuptimet që i ka. Javën e kaluar ose dersën e kaluar kemi folë për këshillën ndaj Allahut Azza wa Jalla dhe librit e tij, çka do të thotë, cili është kuptimi. Kurse sot do shëllëzër ligjërata e tretë ka të bëjë me pjesën e tretë, këshilla për profetin e selam. Çka do të thotë? Fjala e nasiha të dashur besimtar në gjuhën arabe, prej kuptimeve të kësaj fjale që pastaj na sqaron edhe çka ka dashur me thonë hadithi, është nasiha, do të thonë që njeriu mja ofru tjetrit ato që është me mira, me sinqerta. Që kjo është nasiha. Andaj, kur thuhet me këshillu, dikon është për qëllim me qeni sinqert, me qeni besnik. Këshill, kur thuhet në islam, është për qëllim që me i tregu dikuj diçka që ka është me mira që ti e din dhe me qeni sinqert. Kur ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, wali rasulihi, dhe për të dërguar e tij kandidatë ka për qëllim me qenë besnik ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ndaj sunetit të tij. Sepse në atë kuptimin që na me këshillu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'kemi çka me këshillu. Ne duhet me marr prej tij mësimet dhe me marrë udhëzimet e rrugën e padyshim. Andaj qëllimi ose kuptimi tash është besnikëria, pra me qenë besnik ndaj profetit, ndaj sunetit të tij. E këtu janë disa pika që e ka përmendur Allah çka ne kupton ky hadith. E para është besimi pa dyshim, pra me besu profetin alayhi salatu wasallam si pejgamber i fundit madje dhe vula pejgamberve. Edhe si profet, po dhe si profet i fundit dhe vula i pejgamberve, dhe pas ti nuk ka me të dërguar. Dhe gjithë ata të cilët pretendojnë se pjo shpallet, e ju ka shpallet, e po ka edhe në kohën tonë, po dalin do gënjeshtarë do mështrus, besimtari ka të qartë se janë mashtrime, po ashtu me besu se shpallja fundit, dhe shpëllëzër, që i ka zbrit Muhamedi sallam, Kurani dhe shpallja dhe suneti, i kanë anullu shpalljet e mëhershme, në kuptimin praktik.
Rregullat cilat janë shkollë me Kur'an dhe me Sunet, këto janë rregullat që vlen deri në Kiamet. Nëse ka diçka në fe të tjera e që kjo shpallja fundit nuk i ka anulu, është në rregull, por ato që i ka anulu ose i ka rregullu, kjo është shpallja vetme. Dë të dashur vëllezër, besnik ndaj profetit nën kupton në nështrim ndaj ti, ndaj urdhrave të ti, ndaj mësimeve të ti. Ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, Allahu azza wa jall. Atë që u jep profetin merreni, atë që u jep, që u ofron, do të është mirë me bë merreni. Wa ma nahakum anhu fantahu, dhe atë që ju ndalon prej saj, hiqni dorë prej saj. Mi kry ato që na ka kërku dhe milon ato që na ka ndalu. Në një ajet tjetër Allahu azza wa jall betohet dashur vëllezër thotë: Fela wa rabbika la yu'minun. Pasha Zotin tënë, subhanallah. Pasha Zotin, po përhet projtë se pasha Zotin tënë, Allah betohet, pra bjen pasha Allahu, pasha Zotin tënë. La yu'minun. Nuk kanë besu. Hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum, derisa ata të mos gjykojnë me ty për çështjet e tyne. Subhanallah. Betim. Allahu po thot pasha Zotin tënd, për pasha Allahun nuk ka besu asnjëri derisa nuk e merr gjykimin e profetit për çështjet që kemi mes veti. Dhe jo vetëm kaq. ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, dhe jo që pranojnë si gjykim të saktë dhe të vërtetë dhe të mirë, po dhe në të kënaqur me atë gjykim, as nuk i jetë hatri, as një tru, nashta nuk i bjen mirë. Nuk i bjen mirë në aspektin, mundet me smeron mirë në aspektin e dunjallokut. Përndryshe s'ka mundësi me smeron mirë gjykimi për vetes më mirë, po diku nashta se bjen mirë. Për shembull, dy persona kanë një problem me zveti, ju ka dalë një problem dhe ta shpëdojnë me gjyku. Qysh është? Allahu po thotë nëse janë besimtar, nuk kanë besimin, s'kan besu derisa të mos gjykojnë, qysh te i ke mësu. Kjo është një thirrje për Allahu azza wa jall, por edhe është një lloj kërcënimi. Sepse besimtarët fatkeqësisht shumë herë e lajthitin. Nuk i bin ka Kurani, as ka Suneti, po shkojnë në lypin e njëri dikun, në njëri turtë të mëshëm, edhe thojnë çap ka Armenia, me Kur'an s'kan çep. Sepse dinë që nuk ju bjen mirë për shkak se nuk janë të drejtën, se me kon të drejtën e kishin, por i kanë hinë hak në shadikuna dhe tash s'kanë qef me gjyku me Kur'an. Po ndodhin probleme në familje, po ndodhin probleme mes burrave dhe grave, ndarje, shkrurzime, feja i ka gjyku këtu. Madje fetar, po ka raste kur janë fetar dhe s'pranojnë s'ju pëlqen gjykimi i Kur'anit. Nuk ju pëlqen. Andaj besnik ndaj profetit është me pranu si profet dhe me pranu pastaj edhe gjykimin e tij, sunetin e tij, mësimin e tij në jetën tonë. Dhe po thot Allahu azza wa jall, jo vetëm me pranu, por edhe mos me gjetë mësmetar kes me thon mos me jetë marak, por me qeni knasën ata që ka caktua Allahu azza wa jall dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall ka thënë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, profeti sallallahu alaihi wasallam e keni pas ose keni shembulltyrën më të mirë. Nëse doni dikon me pasu, me njëk me shku për mas që kjo është. Këto po garanton Allahu dashur me zër. Plot pretendent të tjerë ka pas këtë dyja që kanë mashtruar njerëz, se kanë shku njerëz në ku
so marksizmi, so leninizmi, so komunizmi, so njështë, kanë nga mas tyre. Kanë nga mas tyre. Jenë regjistu, kanë mojtë libreza, së bëm, tash po qonë, kë ka konë gabime, kë ka konë dalashe, kë ka konë kështë, po konë pra. Allahu vetëm për këtë person po garanton që është i garantuar si shëmbëltyr rnek me pasu. Mundet me pas edhe të tjerë që i kanë disa mendime të mira, po kanë edhe shumë ndoshta të gabuara, ndërsa profeti sallallahu alajhi wasallam është i garantuar sepse është shpallur për Allahu azza wa jalla dhe ai ka folur me shpallje. Prej besnikërisë së profetit sallallahu alajhi wasallam tre është me ndihmu atë për së gjalli dhe për së vdekuri. Me ndihmu, me përkra, pra me qenë besnik dhe ti do thëtë me ndihmu, me përkra, profetin sallallahu për së gjalli dhe për së vdekuri. Kur ka qenë ai gjallë, e kam pasur obligim sahabët me mbrojt, me ndihmu, obligim. Por ai tash ka vdek, cili është obligimi jonë tash në ti, është sunetin e ti me mbrojt. Sunetin e ti me përhap, fejnë e ti me mbrojt. Thëtë Allah azza wa jall, i lavdan sahabët, sidomos muhajirët, thëtë lil fuqara il muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, wa yansuruna Allah wa rasulahu, ulaika humus sadiqun. Të varfurit për i muhajgjirve, e lanë thëtë vatonin edhe pasunin. Kanë bëjë hijret, e kanë lanë edhe vatonin edhe pasurin. Pse? Fadlen, jebtëgune, po kërkojnë shpërblimin për Allahot. Po të shërëzë kanë njerë, do të me lanë disa gjësh qështit të dënjë Allahot për hirtë Allahot azza wa jall. Ne sot s'na kërkohet me bëjë hijret, me në tonë, alhamdulillah, se të jena mirë. Feja po praktikohet, xhamia, mësime, hoxhallar, hafuzlar, të në të njëtë ka që Allah azza wa jall. Por ka njëherë mundet njerit me orë puna, me punu një punë haram, për shembull, me punu haram, ose me punu një punë që se lejen me falë gjumon. Ta shta temonin të. Punë po ko sa dush. Punë po ko mjaftë, alhamdulillah. A i thëtë, hajde me punu, po gjëmonë s'ki me folë. Kura ja për parësi. Sahabët e kanë lonë krejt vatonin, krejt pasurin. Krejt e kanë lonë Mekën dhe kanë shku 500 km gati në Medinë, vetëm për me rujtë ferë, mësë me hinë haram. E Allah për i lavdën këta, për të kanë lonë pasurin, venin, pasurin, për hirtë Allahot, wa yansurun Allah wa rasulahu, për të ndihmu Allahun dhe të dërguarin ti, ulaika humus sadiqun, ata janë të janë sinqertë. Subhanallahu, është një rast interesant. Në betejën e Uhudit janë vdekë disa besimtarë. 70 shuhada. Kanë rënë shahida. Hafuzlar Kuranit. Pas betejës, profeti selam pe porosit njërin për shokëve ti, Ubej ibn Ka'bin, për thot, kontrolla del këshër apegjon Sa'd ibn Rabi'an, radiallahu anhu. Apegjon dikun mesin e të lënduarve, se ta që janë mirë ata për doken, por disa që nuk janë të dalë, ata ose janë të plagosur, ose kanë shku shahid krejt. Për thot, del kontrollo këshur e filon në apegjon gjallë. Subhanallah, Ubej ibn Ka'bin. Dhe po të regan, thot kë, Ubej radiallahu ta'ala anhu, thot, shkova, e takova, i plagost shumë, po halo gjallë. Mi tha këto fjallë.
bëni selam pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çaj selam prej meje. Wa akhbir qaumak, dhe thuj popullit tënd, për thuj sahabëve, la udhra lahum inda Allah, nuk keni arsye tek Allahu. Nëse vritet profeti e juve hala çerpiku ju rrej. Këtu dek, të dhonë shpirt. Halopja bon gojle pejgamberit alayhi sallam. Tha nuk selam bëni pejgamberit sallam dhe thuju burrave, sahabëve, nuk keni arsye të Zotit ditën e gjykimit nëse vritet profeti e ju jeni gjallë. Ju e rrej çerpiku, pra duhet me mbrojt. E thët Ubej, thët hala pa u kthy, thët të qenë ato, thët dha shpirë. Radiallahu ta'ala anhu, u kthy te pejgamberi alayhi salatu wassalam, thët dhe njoftoha, i kallëzova çka më tha, dhe ka thonë pejgamberi të fjallë. Rahimahu Allahu ta'ala, Allahu emshiroft. Ka qenë besnik ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij për së gjallë dhe për së vdekur. Në betejën ose në rastin e hijrit ashulazër, e dini Ebu Bekrin se çfarë preokupimi kishte që profeti selam të mos binte në dorën e tyre që po kërkonin me evra. Duke qëndruar në shpellë, kishte gale që mos po diktohen, mos po shihen, pas se kishte ndalë prej shpellës dhe ishin nisur në Medinë, thot nga Maraku, herë ka dalë para profetit selam. Thoshte, kur më shkojke menja që mund dhe dikush me na dalë për para, i dilësha për para. Më shkojke menja që ndoshta vjen dikush mrapa, pejgamberi selam, i dilësha mrapa. Me ndihmu të shunëzër, sunetin e tij, rrugën e tij, subhanallah, njëri prej dietarëve, Allahu mëshiroft, ka vdekje para 25 vite përsërisht. Ka qenë dietar i madh në Arabi Saudite, në njohur në botërisht. Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, një prej dietarëve bashkëhor, po dhe për krahas i madh i sunetit. Para se me vdek, i ka thonë mjekët, mja hik dikun mjekën për shkak të mja vendos disa aparatura. Ka thonë ja. Ka ndalu pejgamberi selam me hik mjekën dhe s'ka pranu. Në këso raste, simtare dhe ka disa lëshime, disa tolerime. Por ka desht me qenë besnik ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj sunetit të tij. Ka të dashur për besnikërisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam mi përgjigj thirrjeve të tij, urdhrave të tij dhe më largu nga ndalesat e tij. Kur urdhëron diçka, besimtari mundu me kry. Kur dem për diçka që e ka ndalu pejgamberi selam, me ravi atë. Mos më menu hala, hajse edhe pak. Sahabët, subhanallah, kanë qenë gjenerat e pa përsëritshme në këtë aspekt. Tregon Ibn Umer radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi selam e ka pas një nas të dukatit, ka fillu me majt në fillim, edhe se e kanë pas sahabët, edhe ata i kanë nxit,
Kanë pasjet me pasu për mëse. Halo s'ka qenë haram, dukati. S'ka qenë ndaluar. Dhe ka bojtë nose. Një ditë duke qenë në hutbe, minber, i ka zbritë ndalesa. E ka nxerë unazën dhe ka gjujtë. Thotë kësë sahabi, thotë, kërejtë sahabë që i kanë posë unazët, i kanë hekë dhe si kanë bojtë ma. Një ditë, transmetën Abdullah ibn Abbasi, thotë, pejgamberi selam e ka po një person, e ka po unazën e dukatit ngeshtë. Se ka ditë. Dhe e ka hekë. Një ka hekë në selam unazën për kishti dhe e ka gjujtë. Zdo me bojtë këta. Kur është qurë profetën selam, i ka thonë dikush pej, mere ti mëse boj, po mere bile që uhti e të venin në rrë, ja merë gru ose diçka. Për shambull, ka thonë mere ja shahorin diçka. Ka thonë, wallahi, nuk e marë ato që ka e gjyti profetën selam, kur më ngishtë të shtitë, asë kur se marë. Besnik, ndaj sunetit dhe ndaj profetit është besimtari, nuk ka më dyshen praktikimin e ti dhe në udhëzimin e ti. Ai që jetë, i shka një jeta, plakët e dënë me dek, hala kujtohet, po këshyri, qka me bo? Sahabët s'kanë prita shkazër. Madje, atë shumë kanë e kanë dashur për nga selam, e kanë qenë besnikët dhe sunetit ti, sa që një rast hiç pa ju thonë me vepru diçka se e kanë po për nga selam, ata kanë rrënë. Transmetohet se për nga selam duke qenë në namaz, i ka dathë modhjet, i ka dathë sandalët, duke qenë namaz. Dhe shokët e ti që ishin xhamat se kanë po, edhe ata i kanë dalë. Me njerë. Pas përfundimit të për ezon, pse i dalë, pse i zbat jo, motë e taj Rasulullah të pom ty, dhe mua me edhe Gjibrili, dhe me tha se, ki diçka në këpuca, është mirë me i dalë. Po jësë së është darë, sepse jënë nuk është konë edhe për juve. Me gjitha, të reganë për nga dishverin e sahabët ashtë dëzër me praktiku sunetin e ti. Njerë, transmetohet se për janë sa në pacient duke ligjeru, kur ka hypin e hytve, dhe ka thonë ulluni. Njëri prej sahabëve, Abdullah ibn Mesudi, jashtë, halo pa hinë xhamia, atje e ka një edhe ushtull, pa di qka? Ushtull. Allah na përmesoft. Po është dashëzën kanë qenë besnik dhe të shpejt kanë reaguar dhe kur edhe në largimin nga gjërave që i kanë dalluar mësë. Të hanë e nesër dhe Allah Ta'ala, ka qenë djalleri, po të rekon para sa në bo alkoholi haram. Para sa në bo alkoholi haram. Thotë kam qenë duke ju shërby, kuntu esqi Aba Ubejde. Abu Ubejde, burri ma, u Abu Talha, burri ma, sahabi, ndëru, u Ubej ibn Ka'b, jem kanë duke ju bëhë iznet, ju bëhë iznet, ju qëtë qaraki me pi. S'ka qenë haram. Kujdesë, nuk ka qenë ende ndaluar. Ka nërë disa jetë që nuk është mirë me pi, faze e por, ka dëbi për ma shumë ka dëmë, fillimisht. Pra, ju ka qunë mesazh Allahu që pastaj nuk është mirë me pi kur të fali është në mëra, se dhe qovë po të regatë të isha duke u shërby këtyre 3 burrave të mëdhej, dhe po kalën një person
ata atin, faqal, فجاءه مات ذي قال لي برسان سكت ما لقوش قصدي فقال إن الخمر قد حرم الكحول وبو حرام فقال أبو طلحة يكاثون أبو طلحة قم يا أنس شو الناس هذا درد نبر سقوم ما في أسقوم الله هاد بيت هذا تطاب الشاس خلوهم مسلمون صلاة سديدة فاتكسيش تتكنيش shumica absolute e shesin, e blejnë, e shërbejnë, punojnë me të, bojnë tregti me të, e plot edhe e pinë, fatkeqësisht. Ndërsa, sahabët u kryen. Besim ndaj Profetit selam deri në të shkallë. Madje, edhe më interesant është vëzër në betejën e Khajberit, Profeti selam subhanallahu tregon e Buharira, thotë ka thonë pejgamberi selam natën e Khajberit. Kom ja dhonë, ka thonë, nesër flamurin me prinë betejë. Kom ja dhonë flamurin një personi rajulan yuhibbu Allahu wa rasuluhu, që dërë Allahu dhe dërguari i tij. Dhe Allahu ja bereqet dhe kome posë sukses dhe kome fitu. Thotë Omeri, kur thotë s'kum pas qef me pri. A kësi heo thotë kisha qef, sepse jo përshkak me pri, përshkak se e lavdoj Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, kome adhon një personin nesër litarin, flamurin me pri, cilin e dënë Allah dhe dërguar i tij. Kjo është lavdat e madhe. E Omer thëtë qatë natë, këmë pas qef dhe se ka marrë gjumi dhe të nashta e jemon e qaj. Inshallah mu ma jem. Dhe tja ka thonë Aliut radhiyallahu anhu. Që Ali, ka thonë mere, ecë me emër të Allahut, wala teltefit, dhe mos u kthem rapa. Kjo mos u kthem rapa i bjen, mos u frikso, mos je peshmon, po ecë. Dhe të kur nis Aliu, ka dosh edhe një pyetje mja bo pejgamberit selam. Dhe të ngriti zonë ja Rasulullah, pa u kthy kështu. Sepse i tha mos u kthe mrapa. La ilaha illallah. Kështu kanë qenë sahabët dashur. Deri në të shkallë e kanë praktikuar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, kanë qenë besnik ndaj tij. Dhe kjo temë është e gjatë, por është edhe bukur, po ka shumë shembuj. E pikja e fundit është për besnikërisë ndaj Profetit selam është me pasu sunetin e tij dhe me ndjekë udhëzimin e tij në gjitha rrethanat. Jo veç kur na bjen mirë, kur të kemë sene të mirë, edhe na përshtatet, por në gjitha rrethanat. Ebu Bekër radhiyallahu anhu ka thonë, nuk la diçka për sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, çka ai ka qenë duke punu. Çka ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundësi me la, me ndryshu. Qysh e ka praktiku, kena me praktiku. Nga se kom frikë, thotë që pastaj Allah mundet me deviju zemrat, ndërsa po përmbyllim me një rast shumë interesant, njëri prej dietarëve të sunetit të madh, i cili njihet si imam i sunetit, Ahmed ibn Hanbali, rahimahullahu ta'ala. Imam i ehli sunetit. Ka zënë njëri prej shokëve të tij, kur e ka kërku këto pushteti, ka orthët të kun, është strehu, është në shef, prej pushtetit. E ka kërku për shkak qëndrimeve ti që i ka pas për fej.
nuk ka pranu me deviju, mi deviju qëndrimet, dhe ka thonë ka ardhur tek unë, në ato ditë të sfrovës kër i ka pas, sfrovë me Muhamedit është e njohur, dhe ka qëndru 3 ditë. Pastaj ka thonë po dalë, mas 3 ditë, i ka thonë ku po dalë, di. Çështja nuk është shkry. Ka thonë pejgamberi alayhi sallam, kur e ka bërë hijretin, ka qëndru në shpellë 3 ditë. Pastaj u dalë. Subhanallah. Edhe unë po do edhe ma shumë se 3 ditë bazuar në qatë hadith, asën s'po du ma shumë se 3 ditë më mshef. Deri në qëtë mas të thashtë pasër. Allahu në bërë besim dhe i profetit sallam, dhe sunetit ti, dhe në mësoftë me hecë rrugës së ti, dhe me praktiku, dhe me pranu, dhe me përqatu udhëzimet dhe këshillat e ti. Allahu në mësoft që më taku me profetin tonë ditën e gjykimit, të kroni ti dhe me qenë në xhenet afër ti. Sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu i shpërblet.